Është qershor, fillove një muaj i ri dhe është muaj i bekimit tënd. Është muaj që ty do të pranojnë kudo që ti të shkelësh, kudo që ti të vesh, do të pranojnë si të bekuar, ashtu si Jozefi në Zanafilla 30 është shkruar që shefi i tij, pronari i tij, pa që Zoti ishte me Jozefin dhe që çdo gjë që bënte Jozefi kishte mbarësi. Të njëjtën gjë do të ndodhi me ty këtë muaj. Çdo gjë që do të bësh do të ketë bekim dhe të gjithë ata që të kanë mohuar, të gjithë ata që nuk të kanë pranuar, të gjithë ata që ta kanë mbyllur derën, do të përulen, do të pranojnë, do të nderojnë, do të hapin derën dhe do kuptojnë që ti jesh mik me ty, të nderosh ty, të shërbesh ty, do të thotë që merr favoret e Zotit. Të gjithë do ta kuptojnë që Zoti vepron nëpërmjet teje. Prandaj, kudo që do të shkelësh, do të jesh i nderuar dhe i pranuar. Ky është muaj i pranimit dhe i nderimit. Amen.